Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma dhe njerë gjithëve, shumë faleminderit. Është një pamje fantastike këtu. Edhe do ishte bukur shumë sikur të kishit mundësi të ishit këtu, edhe të shikonit atë që shoh unë tani, sepse është vërtet det, si që tha se Gjineja, është një det kuqezi dhe nuk ka se si tjetë ndryshe, sepse Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë, Fieri është kryeqyteti edhe njerë të gjithë bashku se këtë duhet të dëgjojnë gjithë Shqipëria. Fieri është kryeqyteti Kjo ishte. Kur ne kemi nisur këtë rrugë së bashku, ky shesh nuk ekzistonte. Përkundrazi, ekzistonte problemi i kthyer në plagë, në një plagë e pandashme e jetës së Fierit, edhe të qytetarëve të Fierit. Gjanica e bllokuar që mblidhte plerat dhe që derdhte lumrat në rrugët e Fierit. Dhe ashtu si kundër ne e kthyem Gjanicën nga një plagë në një vlerë dhe në një kartolin krenarie për këtë qytet, ashtu ne e kthyem të gjithë organizmin e Shqipërisë nga një plagë e hapur në një emër që tani më na bën krenar kudo ku shkojmë nëpër botë. Nuk e ulim mba kokën, nuk kemi më zor të themi jam shqiptar kur na pyesin nga je. Nuk kemi më asnjë vështirësi, përkundrazi. Jemi të kënaqur të tregojmë për vendin ton, sepse gjithmonë më shumë njerëz nga Europa dhe nga gjithë bota vinë në vendin ton, duan dinë për vendin ton, duan të vinë në vendin ton. Në këto vite ne kemi bërë shumë gjëra, por gjëja e gjërave ka qenë dinjiteti që i kemi dhënë flamurit kuqezi të Skënderbeut dhe Ismail Qemalit, të cilin deri dje e valvistim me krenari vetëm në për stadiume, por nuk e shihnim asgjë kundi të qëndronte mes flamurit tjerë si barabart, ndërkohë që ne e morëm të flamur dhe e ngjitëm në të gjitha ato maja ku mblidhet bota, ku mblidhet Europa, ku mblidhen ata të cilët marrin vendime, madje jo një herë, por disa herë ai flamur, ky flamur ishte flamuri që udhëhoqi tryeza të mëdha ndërkombëtare. Ne jemi këtu në mes të Europës qysh në akimin e korave. Ne jemi ndër popujt më të vjetër të këtij kontinenti. Ne na e ka caktuar Zoti, ne na e ka shkruar fati ynë që t'jemi këtu dhe me zakon
ne kemi qenë dhe jemi Europian, por nga ana tjetër, ne kemi qenë dhe ende jemi të huaj për Europën. Dhe kjo është arsyeja pse ne, unë, ju, të gjithë ne së bashku jemi të vendosur që ta vazhdojmë përpjekjen tonë, sepse ne duam t'i japim fund statusit të huajit në mes të Europës dhe t'i japim Shqipërisë dhe fëmijëve të saj statusin e qytetarisë së barabartë e europiane. Motra dhe vëllezër, mund të flisja shumë gjatë për çfarë kemi bërë për Fierin. Mund të flisja shumë gjatë për se si një qytet, një bashki tërësisht e braktisur dhe harruar si Roskoveci është bërë një shëmbëltyr krenarie për mirëqeverisjen dhe për transformimin e jetës së një komuniteti të tërë. Mund të flisja shumë gjatë se si ne jemi përpjekur dhe se sa shumë kemi bërë për gjithë të qark, edhe për Malakastrën o Patosin, pa diskutim për Lushtjen dhe për Divjakën, por të gjitha këto ju i dini, të gjitha këto ju i prekni, të gjitha këto ju kanë sjell edhe në këtë shesh, sepse janë të gjitha këto që ju kanë mbushur me besimin për të vazhduar këtë rrugë, edhe më të shumt, edhe më të bashkuar së bashku. Prandaj sot unë nuk dua t'ju flas për këto. Sot unë dua t'i drejtohem barrës tuaj të madhe, si kryeqyteti i socialistëve. Dua t'i drejtohem përgjegjësisë tuaj të madhe, si qendra e gravitetit të partisë tonë, nga ku duhet të shpërndahet në të gjithë qarkun dhe në të gjithë Shqipërinë fryma e papërmbajtshme e një fitore të papar deri më sot. Sepse Partia Socialiste mund të ketë bërë shumë gabime qysh në lindjet e saj. Partia Socialiste në rrugën e saj nuk ka qenë e përsosur. Por Partia Socialiste ka dy gjëra që asnjë parti tjetër nuk i thot dot se i ka. E para, kjo është partia më e madhe e shqiptarëve. E dyta, kjo parti qysh se ka hedhur hapin e parë në jetë nuk e ka cënuar kur interesin kombëtar. Kjo është forca e interesit kombëtar. Kjo është forca më kuqezi e Shqipërisë. Dhe si e tillë, Partia Socialiste ka misionin ta mbajë në krah Shqipërinë, ta mbajë në krah dhe ta ngjisë deri në fund në majën ku ne do të shlyejmë amanetin e të parëve tanë, në majën ku ne do të përmbushim profecinë e herojit ton kombëtar, Gjergj Kastriotit, që përcaktoi se fati i stërnipërve të tij është Europa. Ne do të vëmë në vend në atë majë amanetin e rilindasve që e lanë të shkruar se dielli për shqiptarët lind andej nga Perëndon. Ne do të përmbushim duke ngjitur Shqipërinë në atë majë
me të gjitha përpjekjet, me të gjitha sakrificat, me çdo çmim, edhe atë thirrjen që u shpërnda në të gjitha anët e Shqipërisë, pas rënies së diktaturës, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Na ka rënë ne kjo përgjegjësi, socialistët dhe progresistët shqiptarë. Ju ka rënë ju, krye qytetarëve socialistë, përgjegjësia të jeni këtë herë lokomotiva e fitores madhe. Kjo nuk është një fitore për të fituar një mandat. Kjo është një fitore për të përmbushur një mision. Kjo nuk është një fitore për të krijuar një tjetër qeveri. Kjo është një fitore për të vullosur rilindjen e Shqipërisë si zonjë në sallonin e madh të shtëpisë së Evropës Bashkuar. Rilindja e Shqipërisë ka filluar nga sheshet e qyteteve. Ka filluar nga fytyra e qyteteve. Dhe kur ne lanim dhe pastronim fytyrën e përbaltur, të zgaravitur, të kërvishur qyteteve, ata na thoshin se ne merrim me fasada. Rilindja jon ka vijuar me shkollat, me kopshtet, me qerdhet, të cilat kur ne morëm detyrën, nuk kishin ngroje, nuk kishin xhama, i ujnë të ujnë nga të katër anët. Rilindja jon ka vazhduar me spitalet, me 53 spitalet reja që kemi ndërtuar, me 400 qendra të reja shëndetësore në gjithë Shqipërinë. Ka vijuar me projekte të mëdha të infrastrukturës. Rilindja jon ka vazhduar me trefishimin e prodhimit përgjithshëm të Shqipërisë, e cila kishte më pak se 10 miliardë euro, sot ka mbi 25 miliardë dhe 35 miliardë do t'i bëjmë në Shqipërinë 2030. Por të gjitha këto janë rruga, ndërkohë që Shqipëria në Bashkimin Evropian dhe kjo pasaportë europiane është misioni. Pasaporta europiane nuk është një dokument tjetër udhëtimi, por është identiteti i ri i shqiptarëve europian, jo vetëm me zakon, por edhe me ligj, jo vetëm me fjalë, por edhe me kartë, jo vetëm me histori, por edhe me ardhmëri. Pasaporta europiane është dhurata më e madhe, dhurata më e çmuar, dhurata më e vlerë, që çdo prind që shkon të votojë në 11 maj mund t'i bëjë fëmijëve të vet. Dhe prandaj të gjithë prindrit, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht partive tek cilat besojnë ose nuk besojnë, pavarësisht simpative apo inatave, nuk duhet shohin majtas dhe djathtas përpara sa nisen drejt kutisë votimit, por duhet shohin poshtë, duhet shohin fëmijët e tyre, duhet i shohin në sy dhe duhet t'i thonë vetes çfarë duhet bëjnë ata me votën e tyre për fëmijët që nuk votojnë dot. Dhe çfarë duhet bëjnë ata sot kur e ka dashur fati ynë që ëndra jon, përpjekja jon, puna jon të përputhen edhe me dëshirën dhe interesin e tyre që kanë hapur derën për ta bërë pjesë të asaj shtëpie dhe që kanë rënë dakord me ne që nëse ne jemi të aftë të përmbushim të gjitha detyrimet dhe të mbyllim negociatat deri në 2027, brenda kësaj dekade
të jemi antar të Bashkimit Evropian. Ky është treni i historisë që ka ndalur përpara nesh. Dhe Shqipëria e ka humbur jo një herë trenin e historisë. Nuk duhet ta humbë dhe nuk mund ta humbë këtë tren. Shqipëria ka qenë jo një herë në buzë të kapërcimit të madh dhe papritur është kthyer në buzë të humnerës madhe. Dhe prandaj këtë herë ne nuk kemi asnjë mundësi tjetër përveç se të krijojmë shumicën më të madhe ndonjëherë për t'i dhënë Shqipërisë fuqinë më të madhe ndonjëherë për të negociuar marrëveshjen me Europën dhe për t'i çuar një mesazh shumë të qartë të gjithë atyre burrave dhe grave që vinë si udhëheqës të Europës në 16 maj në Tiranë, që ne, populli shqiptar, me një zë, vendosmërisht, duam që të jemi pjesë e familjes së Bashkuar Evropiane dhe duam tani, nuk presim më. Në ndërkohë këtu, në këtë shesh, është e pamundur që unë mos prek edhe një pjesë të kësaj historie që është një pjesë e shëmtuar, një pjesë e neveritshme, Kënetën që u mblodh këtu në këtë shesh dhe dukej si një mbledhje mbetjesh nga Gjanica që ishin lënë këtu për t'i marrë e për t'i pastruar shiu. Kënetën që këtu ka zgjedhur të sjell për të përfaqësuar Fierin në parlament. Dikë që jo nuk e meriton besimin e këtij qyteti. Jo nuk e meriton besimin e asnjë qyteti dhe të asnjë fshati të Qarkut Fierit. Jo nuk e meriton besimin e asnjë demokratit zakonshëm në Fier, por nuk meriton asnjë respekt nga ky qytet dhe nga ky qark. Dikë që është vetëm gazi i botës. Nuk mundet t'jetë Fieri i demokratëve i përfaqësuar nga gazi i botës. Nuk mund t'jetë Fieri i demokratëve i ndar mes Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian dhe gazit të botës. Nuk mund të bëhet Fieri gazi i botës, nuk mund të bëhet Shqipëria gazi i botës, duke shkuar pas një plaku të rrjedhur që nuk di më si të vazhdoj fjalit, pas një politikani të lasht, të pashpres, që ka marrë peng opozitën për interesin e tij, po kur nuk ka për të marrë do të peng më as Fierin dhe as Shqipërinë. Dhe ma tha bukur shumë një zonjë para ca ditësh, ç'është kjo punë dha. Ne të tërë dha na kanë rritur dhe i rrisin fëmijët dha me këshillën që të kujdesemi për pleqt. Kurse këta dha për Kënetën duan dha që një plak të kujdeset për gjithë ne. Ç'është kjo punë? Ndërkohë që unë tregova atë fabulën e babait, kur thiri 3 djemtë e tij, i tha të madhit, biri tha, ti do kujdesesh për arën që të prodhoj. Pastaj i tha të dytit, biri tha,
ti do kujdesesh për prodhimin që të shitet në pazar. Kurse të tretit i tha bir, tha, ti do kujdesesh për babën që kur të lajthis mos e lësh të dalin nga shtëpia dhe të bëhet gazi i botës. I thot i biri, po si do ta marr vesh unë këtë o bab? O, i tha babai, kollaj fare, tha. Kur babat ngatroi, tha, fjalët e konakut burrave me fjalët e konakut grave, mbylli derën, tha. Se është gjunaf baba, tha, të bëhet gazi i botës. Ndërkohë që gazi i botës nuk janë mbyll derën plaku të rrjedhur, po të dy bashk duan të bindin Fierin dhe të bindin Shqipërinë, se një i mbaruar, një që sot duhet ishte në shtëpi, do të marrë përsëri zvarë Shqipërinë siç e mori 2 herë që u dha mundësia, 1 herë të tretë nuk ka. Sepse Shqipëria nuk ka më as 1 minutë për të humbur, sepse shqiptarët nuk kanë më as 1 minutë për të humbur, sepse Fieri nuk ka më as 1 minutë për të humbur, dhe sepse në ndërkohë Bashkimi Evropian, Europa është në tryezë me ne, ballë për ballë, që të shfrytëzojmë çdo minutë për kohën e re të shqiptarëve. Dhe tani duke qenë se kur vi në këto takime, sa herë jam vetëm, ma varin edhe adoleshentët, votues të parë. Kur jam me Nojzin, ata ja varin vetëm Nojzit, unë dua ta thras Nojzin të vi këtu me mua. Me që ke marrë timoni me na fut në Europë, po t'ja flamur në Europës. Dhe pat shpat, u kam besim të ti. Ngrini herë këto flamuj. Që turda, që pash! Ngrini këto flamuj. Fieri! Edhe Nojzo, hajde kënojnë bashk. Hajde të përmi që bashk. Ata, si do të kënga, e për ju,